Vazhdon të mbetet shqetësues për Shkodrën fenomeni gjakmarrjes. Ky është shqetësimi që përcjell misionin mbarkombëtar i pajtimit në qendrën në Shkodër. Fenomeni i lashtë me themelën në kanunin e Lek Dugaxhinit për herë më tepër pushtrihet në familjet shkodrane. Në rang prefekture janë 400 familje të ngujuara që presin nga momenti në moment që mbi ta të bjerë dora e kanunit në mungesa e saj të ligjit. Në disa zona të Shqipërisë ende ka sot njerëz që jetojnë me frikën e gjakmarrjes, dukuri e cila ka qenë për shekuj një plagë e rënë në trupin e kombit shqiptar. E lidhur me traditën e kanunit të Lek Dugaxhinit dhe konceptin e nderit, ajo ka lënë pas si trashëgim, dhimbje, dhunë, izolim dhe vdekje. Por në dritën e ungjillit të Jezusit, kjo dukuri sfidohet me një mesazh tjetër: falje, paqe dhe dashuri. Aty ku kanuni kërkon gjak për gjak, Krishti ofron jetën e vet për mëkatarin. Fëmijë të izoluar, familje që nuk guxojnë të dalin jashtë, hakmarrje që trashëgohet ndër breza. Ky është realiteti që shumë shqiptar kanë dëgjuar, ndërkohë që disa e përjetojnë ende sot e kësaj dite. Edhe pse shteti nuk e njeh më gjakmarrjen si normë, ajo vijon të ekzistojë si një drejtësi paralele, sidomos kur sistemi ligjor perceptohet si i korruptuar ose i path. Ndërsa kanuni thotë se i gjakun e lan vetëm gjaku, Jezusi thotë: lumë të mëshirshmit, sepse ata do të gjejnë mëshirë. Ai vazhdon: duajini armiqtë tuaj sepse Zoti bën të bjerësh mbi të drejtët dhe të padrejtët. Jezusi jo vetëm që predikoi faljen, por edhe e jetoi atë. Në kryq, ndërsa po vdiste nga duart e armiqve të tij, ai tha: o atë, fali ata, sepse nuk dinë ç'bëjnë bëjnë. Ky është kulmi i dashurisë dhe faljes, të bekosh ata që të marrin jetën. Në Kosovë, në vitet 90, mijëra njerëz u mblodhen për të falur gjaqet dhe për të ndërprerë ciklin e hakmarrjes. Ishte një akt i madh njerëzor, thellësisht i frymëzuar nga parimet e dashurisë dhe faljes. Falja nuk është dobësi, është fuqi hyjnore. Ajo nuk i shbën plagët e së kaluarës, por i shëron ato me hirin e Perëndisë. Zgjidhja për plagën e gjakmarrjes nuk gjendet vetëm në ligje, me policë apo reforma. Ajo fillon me një ndryshim zemre. Gjakmarrja nuk mund të çrënjoset përmes frikës, por përmes dashurisë. Mësimi i Jezusit nuk është thjesht një ideal moral, është një udhë për jetën. Dhe nëse kombi shqiptar zgjedh të ndjekë këtë udhë, ai jo vetëm do të çlirohet nga zinxhiri i gjakut, por do të rilindë shpirtërisht, duke u bërë dëshmi e një paqeje të re. Jo gjak për gjak, por zemër për zemër.